që në buxhetin e shtetit nuk janë të planifikuara indeksimet, s'ka në buxhet të planifikuara. Nëse do të ndodhë është tjetër gjë ajo, sepse qeveria në shtator të çdo viti bën bilancin e argjimit të buxhetit, nëse do të mbeten fonde të papërdorura në degë të tjera të ekonomisë, ka mundësinë. Pra, qeveria është i plot fuqishëm në kuptimin e administrimit të fondeve dhe të përdorimit tyre, por nëse do të ketë kujdes për të bërë indeksimin e pensioneve, ka mundësinë ta bëjë. Por duhet të themi, për mendimin tim, duke shikuar temperamentin e kryeministit, duke shikuar atë që nuk shpalosin në një program në lidhje me pensionet veçanërisht, unë them që ai e ka shprehur idenë e tij, do të japë vetëm bonuse në periudha të caktuara, që të cilat janë silmosh nga ana e qeverisë për të her pas here për të mbajtur të ngrehur pensionistët, po jo për të zgjidhur problemin thelbësor, rritjen dhe indeksimin e pensioneve. Këta nuk mund ta bëjë kjo qeveri. Pra do kemi dy bonuse, pikë pyetje është indeksimi, edhe rritje s'ka. S'ka rritje. Nuk ka rritje, por megjithatë duhet shikojmë një gjë që për mua është shumë e rëndësishme. Një sinjal jo i mirë për të cilën duhet të fliste qeveria, po e kalovi anash, është shprehja e të Këshillit të Europës dhe të faktorëve të tjerë ndërkombëtar, Bankës Botërore, për skemën e sigurimeve shoqërore. Nëse pretendohej më përpara që do të bëjë një skemë e re e sigurimeve shoqërore, e cila ka filluar këtu e një vit më përpara. U diskutuan shtator, tetor, vitin kaluar, u shty. Sot është hedhur në tavolinë nga Këshilli i Europës për të krijuar standarde nga ana e Shqipërisë në lidhje me kapitullin e 3. Kapitulli i 3 përmban pikërisht faktorët që ndikojnë në jetën ekonomike të një vendi. Aq më tepër ne si shqiptarë që pretendojmë të futemi në Europë. Çdo të thotë kjo për mua? Kapitulli i 3, i cili kish kaluar, si thua, nga diskutimi është rikthyer për shqyrtim Shqipërisë, sepse nuk plotëson standardet që kërkojnë Këshilli i Europës, aty ku ne pretendojmë të vëmë në 2027 ose 2030. Cilat janë këto? Në radhë të parë kërkon konkurshmërinë, të jenë konkurrent. Si thua, të gjitha ligjet që funksionojnë në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera. Dhe për këtë i bëri thirrje qeverisë shqiptare që mosha e pensionit duhet patjetër të zgjatet. Dhe jo në një afat siç ishte parashikuar këtu e 12 vjet më përpara me ligjin 104/2014, por ajo që ishte parashikuar të realizohet në vitin 2056, qeverisë shqiptare i thanë duhet të ecësh me ritme më të shpejta. Këtë duhet të realizosh brenda vitit 2035. Pra, nuk do kemi rritje pensionesh, do kemi dhe rritje të moshës. Rritje të moshës pensionit dhe të dinë të gjithë qytetarët, prandaj nuk u publikua kjo para votime, sepse ishte lajmi më i keq. Unë kam shprehur këtë, jo në mënyrë të hapur fare kështu, po i kam dhënë idenë që nuk do të ketë shqyrtim dhe nxjerrje të një ligji se është shumë i keq se sa ky që është sot. Dhe ligje qeveria mund të nxjerrë shumë, por ligje që të plotësojë interesat e qytetarëve në asnjë mënyrë nuk ka parashikuar. Pra, mund të nxjerrë një ligj për të shtyrë pensionet, ata që femra që sot dalin në moshën 61 vjet e 10 muaj, nuk do të shtyhen më nga 2 muaj çdo vit. Pra të themi që viti
datëlindja e vitit 1964 që i përket të dilte në pension në vitin 2026, të mos shtyhet me 2 muaj, po të kaloj 4 muaj, bile dhe 5 muaj. Parashikohet në mënyrë që ajo diferencë e viteve nga 2036 në 2056 të vijë më herët. Dhe kjo do të thotë të paguajnë më pak, njerëzit ose të paguajnë më të vonuar. Kjo është ideja. Dhe të dy gjinit, si meshkujt edhe femrat, në vitet 2036 do të dalin në pension në moshën 67 vjet, sepse ideja është që Këshilli i Evropës këtë rekomandim ose këtë diktatit këtë detyrë që i vjen qeverisë shqiptare ka të bëjë me mbrojtjen edhe interesave të shtetave të vet, sepse Italia që del 67 vjet, Danimarka që ka propozuar për 71 vjet të dalin në pension. Dhe vendet tjera që kishin më të ulët, si ishte Franca, e kishte 62, e shtyvi e bëri 64. Pra tendenca e përgjithshme e të gjithë vendeve të Europës është për të rritur moshën e pensionit, për të dalë në pension. Njëkohësisht,